Përshëndetje shikues të nderuar. OVL e UÇK-s, organizata që dikur përfaqësonte sakrificën për liri, sot i lutet një propagandisti të Beogradit, Richard Grenellit, që të mbyllë dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Kjo nuk është patriotizëm, është poshtrim. Grenelli, njeriu që ndihmoi rrëzimin e një qeverie demokratike në Kosovë dhe është nderuar nga Vučići, tani përqafohet nga veteranet tanë si vllau i ushtrisë. Ky është çmimi i harresës. Ku kujtesa shitet për paprekshpëri, drejtësia shpallet armike. Letra që OVL e UÇK-s i dërgoi Grenellit është një akt politikisht i dështuar, moralisht i pashlyeshëm. Është përpjekje për të penguar një gjykatë që ekziston jo për ta thyer luftën çlirimtare, por për të hetuar ata që pas armëpushimit kryen krime për pushtet personal. I dashur publik, nuk është Amerika që e solli këtë gjykatë. Është dështimi ynë për të përballur me të kaluarën dhe kush e refuzon drejtësinë në emër të një flamuri nuk është më çlirimtar, është mburoj për krimin. Veteranët e vërtet janë ata që zbathur shkuan në luftë, jo ata që sot i shkruajnë Grenellit me shpresën për t'i shpëtuar drejtësisë. Kush e adhuron një mashtrues që u përdor nga Beogradi, i ka harruar idealet për të cilat ran mira. E kjo nuk është më mbrojtje e luftës, është sabotim i drejtësisë dhe kush i bashkohet kësaj rruge nuk shkruan historinë, por e fshin atë. Mos u mashtroni, kuptojini se organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s i është gjunjëzuar një njeri që s'ka asnjë lidhje me drejtsinë, lirinë apo aleancën me popullin e Kosovës. Richard Grenell, siç e kam shpjeguar shumë më herët, nuk është ambasador. Ai nuk është as diplomat. E besa nuk është as përfaqësuesi asnjë institucioni i qeverisë amerikane në Washington. Grenell është një propagandist politik që është revokuar certifikata e sigurisë nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë, as Washingtoni zyrtar nuk i beson atij. Ai nuk përfaqëson më asgjë zyrtare, veç se një mashtrim të madh për njerëzit që me sa duket e kanë humbur busullën morale. OVL e UÇK-s e quan Grenellin ambasador. Kjo është e pavërtetë dhe e turpshme. Ai është një individ privat me agjenda të errta që ka punuar për interesat të huaja, jo për drejtsinë e Kosovës. Emri i tij del në hetime gazetareske serioze për lidhje me qeverinë hungareze, oligark rus dhe figura politike të rreshtuara për rreth Kremlinit dhe interesave të Moskës zyrtare. Këto janë hulumtime serioze të mediave amerikane si ProPublica, Washington Post dhe atyre gjermane Der Spiegel e Deutsche Welle e të tjerë. Që në fund të vitit 2022 unë kam parë me sytë e mi se kush është ky njeri dhe çfarë përfaqëson dhe jam përpjekur t'ju informoj me çdo kusht. Ajo çfarë kam gjetur, ai është një mercenar diplomatik që ofron influencën e vet në këmbim të pagesës dhe lojalitetit politik. Pra, ky është i njëjti Richard Grenell që vetëm 30 ditë pasi një polic i Kosovës u vrau nga një grup terroristësh serb të udhëhequr nga Milan Radojčić, të mbështetur direkt nga Beogradi, Grenelli u dekorua nga vetë presidenti serb Aleksandar Vučić me dekoratën më të lartë të Beogradit zyrtar, urdhrin e flamurit të Serbisë. Në një kohë kur gjaku një polici kosovar ende nuk ishte tharë, ky njeri nderohej nga një shtet që jo vetëm se i mohon krimet e luftës, por i promovon ato. Nga një shtet që jo vetëm që e mohon shtetësinë e Kosovës, por punon pandalshëm për ta ripushtuar atë. E kush e përqafon këtë njeri në Kosovë? Siç e dini edhe ju vetë dhe ju kam informuar, disa nga opozita politike në Kosovë, disa media gazetar të korruptuar që mbase paguhen nga Beogradi zyrtar. E tash na doli edhe organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Duke i shkruar Grenellit dhe duke i kërkuar mbylljen e gjykatës speciale të Kosovës në Hagë, ata nuk po e mbrojnë luftën, por po i vënë kazmën drejtësisë. Dhe ja vërteta që dikush duhet ta thotë troç. Askush, as Grenell, as Trump, as Biden nuk e ka fuqinë për ta mbyllur atë gjykatë. Ajo është ngritur nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në marrëveshje me bashkësinë ndërkombëtare dhe mbështetur nga vetë populli i Kosovës përmes përfaqësuesve të saj legjitim. Nuk është një produkt amerikan, por një nevojë që lindi nga dështimi ynë për të ofruar drejtësi në mënyrë të pavarur. Prandaj, të kërkosh mbylljen e gjykatës së Kosovës në Hagë do të thotë të shkelësh mbi varret e të vërtetës. Të thuash se të akuzuarit janë viktima pa përmendur asnjëherë viktimat reale të rrëmbimeve, torturave dhe vrasjeve politike të pas luftës dhe gjatë luftës është të flasësh me gjuhën e strukturave kriminale dhe jo të një lëvizje çlirimtare. Po kush e shkroi këtë letër Grenellit? Po ua them me emra.
Faton Klinaku, që përfaqëson më shumë heshtjen dhe kapjen politike se sa kujtesën e sakrificës. Përndryshe, zoti Klinaku është njeriu i cili edhe kërcënoi vrasjen e kryeministit Albin Kurti, i cili është kryeministri i parë i Republikës Kosovës 20 vjet pas luftës, që përbën një sfidë serioze për ripushtimin e Kosovës nga Serbia. Pastaj është Hysni Gucati, që është dënuar për pengim të drejtësisë dhe kërcënim të dëshmitarëve. Dhe të tjerë që flasin në emër të UÇK-s, por në fakt përfaqësojnë vetëm vetveten, xhepat dhe frikën e tyre nga përgjegjësia. Prandaj ju them me plot zemër, ju nuk jeni UÇK-ja. UÇK-ja është gjaku i atyre që nuk u kthyen kurrë. Është fryma e atyre që ran pa lypur grada, pa lypur troje, tender, shtëpi në Brezovic apo makina luksoze që si lejonin dot as të ëndrronin. Ata nuk kërkuan një jetë komode, por edhe një jetën për liri. UÇK-ja është hiri atyre që nuk deshën të jenë mbi ligjin, por ndrruan një Kosovë ku ligji është mbi të gjithë, ku liria nuk matet me pasuri, por me dinjitet. Dhe ju e përdoset të hirin e tyre, ju e shqitet këtë ëndër, ju e nxorët shpirtin e çlirimit në ankan për një postim në media sociale nga një njeri që u dekorua nga Beogradi zyrtar vetëm disa javë pasi Kosova përloti një tjetër bir të saj, i vrarë nga njerëz që marshojnë nën flamurin e Serbisë për ta pushtuar Kosovën. Dhe edhe sot, ai njeri të cilit ju i keni dërguar lutje, Richard Grenell, paguhet, promovon dhe flet në emër të atyre që ende s'kan hequr dorë nga ëndra për ta nënshtruar Kosovën nën këmbën gjenocidale të Serbisë. Ju vërtet duhet të keni turp, por nuk e di ku e keni. Ju i ashtrit dorën një armiku, dhe më keq, i ashtrit në emër të atyre që ranë për të mos u gjunjëzuar kurrë. Duhet ju vi turp edhe njerë për ju them, por me sa duket nuk ju vjen, sepse paturpësia nuk është më thjesht gabim. Te ju duket se është bërë ideologji, dhe letra juaj që mban firmat tuaja është një dokument jo krenarie, por certifikata e tradhtisë vetë idealeve tuaja.